shqiptar, një mëngjesi dhe mirë sert në hapjen e sezonit gjyqëtisë shkencore. Gjyqëtia shkencore të drejtë për të hapur ka Ministria përkatëse e Bujqësisë, Tregtarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës, në padër të Autoritetit Kryor të Kosovës. Me pëlqimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë të Kosovës. Me pëlqimin dhe kërkesën të Unionit Evropian, zyra ndërlidhës evropiane në Kosovë, ne dhe me ato organe që i përmenda, jemi të detyruar të hapim sezonin e gjyqëtisë shkencore. Kështu që e kemi shtyr pak për arsye profesionale se egësirat tona kanë qenë derrat e vite ka projtë ato me dhelprat e me zogj edhe të tjera të vegjël, prandaj kur ju vrahet e oma, ata mund të dëmtohen tërësisht. Dhe për i qëllim tjetër, e kemi bu me qëllim se gjyqëtia shkencore na lidhet me gjyqëtinë e rregullt. Kështu që tash prej sodit për çdo dille kemi të drejtë me dalë derisa t'i vrojmë 7 dhepna, 2 ujq dhe 4 djera. Me qenë se në shtetë fshi është paraqit smundja rabje, tërbimi i derave, ujqve, dhelprave të tjera në Maqedoni, Serbi dhe Malzi. Prandaj, egërsirat nuk kanë kufi. Ato depërtojnë prej një tjetër, edhe kështu që me qenë që janë bo në gjitha terren të gjyqëtisë shkolltimime dhe janë marrë masat vitin e kaluar, por besohet edhe tentohet edhe parashikohet që do të ketë edhe në terrenët tona të gjyqëtisë egërsirat infektume. Këtu kemi 2 smundje që janë shumë të rrezikshme, rabjeti ose tërbimi dhe murtaja klasike e derrave. Rabjeti është një smundje e cila në terrenet tona të gjyqëtisë ka qenë e paraqitur para 4000 vjetë. Është smundje virale e cila me njerë si tim në gërsirë e sulmon sistemi nervor. Prandaj, e gërsira atëhere drejt peshimin, çdo gjë, por edhe nuk frigohet, kështu që ka mundësi me sulmu njeriu në kafshë të egra tjera, kafshë të buta. Prandaj nëse ai virus, qysh depërton ai virus? Ai virus depërton nëpërmjet të jargëve, të shtymës edhe nëpërmjet kafshimit. Nëse e kafshon njeriu, 100% parashihet që aty pritet vdekja. Pra, nuk ka antibiotik që mundet me shëruar këtë smundje. Pra, duhet me pas shumë kujdes edhe gjatë marrjes së mastrave të këtyre egërsirave në sot, nëse vrojmë ndonjë. Kemi cilat mastra duhet me marrë. Të derrat që kemi, hundën, diafragmën, kemi me marrë një pjesë të mishit zemrës edhe femurin, njërin kom të mramën. Njashtu dhe të dhelpra kemi me marrë kokën, kemi me marrë një pjesë të mishit zemrës, komën e mrame edhe gjakun. Të gjitha mjetet i kem, por mjerisht, unë jem djeg, mu ka djeg shtëpia edhe vendin ku i kom pas këto, mu ka djeg, kom shku në Prishtinë,
mjetet mbrojtëse nuk kom gjetë për mi marë. E pra vetë ato krejt i kom marë, për ato nuk kom gjetë. Bje pyetja, kush përfiton? Kush përfiton? Në qëtë gjyëti shkencore, përfiton Unioni Evropian, përfiton ekonomia e Kosovës, përfiton Agencioni i Ushqimit dhe i Veterinës Kosovës, e ne gjahtarët dhe shoqatat e kemi mundin për arsye se mund do t'jekim se duhet mu ju kep krejt këtyre bjeshve jo vetëm një vend, por gjitha terrenet e gjyëtisë për të gjetë ndonjë ergësirë që e kemi të caktuar mja marrë masta. Ju faleminderit dhe dëshiroj sukses të gjyëtim shkencore. Me në shkort që to, kush nuk ka dërim të të largohet, kush nuk ka dërim. Se ka kjo burre, Jo e për të më folë, kush nuk ka dërim, po qëllim. po normal. Që në digjohet edhe... Në kuadër e të shoqatës gjatare Rakim Sulmajt dhe Qanit, sot me një veç fut që shtator, 2019, është organizuar gjyëti shkencore dhe gjatarët ende janë pa u këbue, presim momente që të na sjellin në një gjak që kemi nevojë mja marrë maksat. Mirë po, gjyëtia është e tillë që njeriu sa herë del nuk bën me vra e gërsira, kjo është gati si lotaria, del 10 herë nuk mund me vra, del një herë vret 2-3, prandaj na po presim gjatarët, jemi këtu në radiolidhje me ta dhe besoj që do të vritet diçka. Mbeta borç me ngjes, për arsye se s'do isha më u vonu, për mërtajnë klasike të derave teger, kjo smundje është smundje shumë rrezikshme dhe është e përhapur në çfarë Evropën. Mirë po, mas shumë të sulmon, ky virus mas shumë të sulmon derën e eger. Prandaj, shenjat e saj janë kësaj. Paraqitet dridhje, nuk ushqehet, nuk han, nuk pin, edhe vjen tu dobësue, kështu që me një afat shumë të shkurt pritet e ngorje. Në tash, gjatë marrjes së mostrave, duhet përdor mjetet mbrojtëse që është të cilja që vjen përpara këtu, dorza, çizme. Por mirë është gjatari i cili ja merr mastër direkt e gërsirës, duhet vaksinuar. Mirë është me u vaksinu për arsye se është më i sigurt, edhe kështu vaksina duhet mu marrë të mjeku dhe kështu ajo është pak më i sigurt. Gjinimi këtu afër bjeshtës e babës, ky teren është bjeshtës e babës, ky krye është margaritar që bëron nga ta shkambi shekullor shqiptar, komunës e të Qanit, por edhe të bjeshtës Bavadoshit. Prandaj, shumë herë e kom thonë për emisionet e përpashme që lu një rol jashtëzakonisht të madh për botën. Rol të madh për botën bimore dhe shtazore, por edhe njerëzore. Për arsye se
ndihmon në qarkullimin e gjakut, në tretjen e ushqimit, në tretjen e jashtëqitjes, edhe ka vlerë shumë të madhe se asnjë botë njerëzore, shtazore dhe njerëzore nuk mund të jetojnë pa ta. Njeriu pa ujë mundet të jetoj 10 ditë rresht nëse temperatura është 16 gradë Celsius deri në 23 gradë Celsius, sipas fiziologëve botëror. Ja pra, këtu jemi në prit gjatartë, jemi të bëni pushim të shkurt, prandaj gjatarët e mi, ma qa po koritna që po flas, po janë shumë të kulturum, janë profesionalista, edhe që 12 vjet kur probleme në gjyëti me ta nuk kom pas. Dëshirojmë ja organizu qështu, në kësi soji të organizojmë gjyëtin, ashtu si po incizon kamera jote kujtim. Faleminderit! Okej, radio. Mund këtë vend, mund këtë mesa për këti burimi, i gjetëm disa lule që janë zbukurimi i qytetit, shtëpis, fshatit, parkut, para edhe zbukurimi i natyrës. Për vullnetit dëshirës që e kom për to, unë jam kushtuar një vjersh, lule moj lule, sa bukur je, e gëzon pranvere në gëzon edhe ne. Ti je bukur, për lot ngjyra, dëshiroj për ty të shprehet në shumë mënyra. Prandaj, këto kanë vlerë të madhe për arsye se tërheqin gjumin, i largojnë ureksin dhe e zbukurojnë çdo gjë. Çdo gjë e zbukurojnë. Kanë aromë të mirë, kjo aromë kënaq shpirtin dhe jetën e njeriu. Faleminderit! Shumica nuk e di, nuk u zën armën me zonë me udhje se vetë udhje në rishë. Armën të nuk e të armën. Une e fshije, shemë më baron se zona gjëtën, ti fshije, i beri, i bojë ako, i futin fotron, me pasën, Po a mulher dhe më burë? Ja. Sa beqa pja fut, një bico. Nëse është emisioni është i Pil. tillë që nuk bën.
Mirë se erdhe. Faleminderit për pjesëmarrje. Ti je gati si antar I rregull të kësaj shoqate, edhe për hir të punës, aktivitetin ton që e ke bo në emisionet dokumentare, shkencore, kulturore, gjatareske në kohë të kësaj shoqate, ki merita jashtëzakonisht të mëdha. Prandaj, puna dhe aktiviteti juaj është I pavlefshëm. Për arsye se nuk e ke kthyer kohën, nuk e ke kthyer kohën është e vështirë, po me 3 metra borë, ke ardhur në kamerat tua, në kamermanët tu, ke bo incizime që është shumë vështirë, që kanë vlera shumë të mëdha shkencore dhe gjatareske. Prana të kemi ftu këtu në darkë solemne gjatareske, edhe mirë se ke ardhur. Gjatar të nderuar. Natyra është e shenjtë. Natyra është e shenjtë që Zoti edhe vetë natyra e ka krijuar për hir të njeriut. Prandaj është çaq e shenjtë sa ne na nxit me studiue dhe u marr me studimin e saj. Unë bashkë me ju, edhe me këtë dëtrim që në artash. Gjithmonë prej vitit 2001 nuk kemi pushu, po s'kemi nunë nërë për shqiptarë dhe në gjitha viset e Kosovës kanë pa e gjirue edhe pa e bue emisionet dokumentare, shkencore, gjatareske dhe kulturore. Pra, ju falenderojmë për punën dhe aktivitetin e sportin që po zhvilloni në kuadër gjyëtisë, që edhe po I paraprini gjyëtisë në nivel Kosovë. Ju falenderit edhe u botë mirë! Hajde dhe helgjuar! Kjo darkë solemne gjatareske mori fund. Ju faleminderojmë për aktivitetin, unë zgjidhjet që I bën sot gjyëtin shkencore. Nivel shoqatës gjatarëve kemi së emisionit, edhe javën e ardhshme do të dalim, por ju lutem mos vanoj se ora 5:20 në vendin e qytetit të taksisë aty, edhe nuk ka me prit kush vjen, kush mos vjen të djem asandej se nuk kemi shkruar. Natën e mirë, miru pafshim. Kjo është ushtria Haxhi Xhamilit. I ka marrë një vesh jo. Edhe mu tut ka pak. Kujt natën e mirë. Jo, pra, natën e mirë, jo, e për shpipja marrë të njësu. Natën e mirë daj. Gjatar
Mirë mëngjesi dhe mirë se erdhët sot në aksionin në gjytin shkencore pranë shoqatit gjatare Gjimësimonit të Veçanit me 18 shtator 2011 është vazhdim i ditës së kaluar, prandaj ditën e kaluar kem folë në lidhje me historikin dhe përbajtjen e gjytisë shkencore, kemi folë për 2 smunje në gjitje që janë përhap në Serbi, në Malgji dhe në Maqedoni, rabjetje dhe mërtaja klasike, dhe sot do të flasim pak për mostrat se si duhet me i marë, por do të demonstrojmë praktikisht edhe në vendin e gjytisë nëse e vrajmë ose e gjasojmë në një dherë për rukë apo dherë teger. Mas pari fillon grumullimi i indeve, vendoset në kese plastike, me i mbyll dhe ngjiten keset. Qekujnë keset plastike, vendoset në to, mbyllen edhe këto duhet me ngjesh kësaj, kështu që e shtim një kesë në kesën tjetër. Mbledhja e mostrave, përgatitja e mostrave, vendosja qesja e parë mbranda qesjes së dytë. Vendoset tubën e marrjes së gjakut në tubim në të madh dhe mbyllet. Plotësohet me shënim formën e mastrimit me shti në qese, shtihet qesja e dytë në qesen plastike dhe mbyllet. Mostrat e mbikëqyrjes së tërbimit dhelprave. Merret gjaku, koka, femuri dhe diafragma. Domethënë, gjaku merret zemër, femuri një akome e majt dhe diafragma merret në mbrëmsinë e trupit të saj. Egzersia që është smut për këtu bëhet fjalë për derën, mërtoja klasike e derave, mostrat e mbikëqyrjes, gjaku, bajame, mentibulare, LN dhe mesantarik, LN, shpretka edhe humba. Këto pjesë do të merren dhe do të shohim praktikisht në terrenin e gjyqtisë kur i vrajmë njërin nga këto egzersia. Edhe një herë, mirë se keni ardhur dhe u dëshiroj sukses në këtë gjytin shkencore. Ju familjet për vëmendjen! Që dato me zakon të shi. Të nderuar gjaftar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët nga gjyqtia
e sotme që është zhvilluar në trenet tona të gjyëti shkencore, prandaj mi ardh pak këtu edhe mu ardh këtu, por edhe me pushu dhe me ngronë një darkë modeste gjashtareske. I herën ju falënderoj për punën, aktivitetin sportiv që e keni zhvilluar sot në terenet tona të gjyëtisë. Pa aksese, pa probleme, po. Në mesin tonë i kemi 2 qytetarë, 2 adhërus të kësaj shoqate, po njëri është gjahtar që është 70 vjet të na, kur s'ka arë me gjujtë. Pagunë antarësinë, thotë në çdo më arë me gjujtë, por qati është i gjallë në komentomu antarësinë, dhe e kem lutë me arë me gjujtë, e kem lutë që di arë me arë me drejtë, e kem lutë vitjen e kaluar që na ka arë në darë, kështu që sot Jugosllava dhe kishim marrë ku mirë që kjo, hajde një qavi, që, hajde një kërtesh. Prandaj, edhe Besim Abdyli është një kantar, një folklorik, një melës, i njoftun duke qenë edhe në Kosovë, shpesh herë në emisionet tona dokumentare, ka marrë pjesë me mjetet e vetave të anake, makinë, benzinet e tjera, prandaj na ka arsuar me ditët e tëra, në Valbon, në Shqipëri, na ka arsuar në Gryk Trubol, në Bogë, në Gryk të Qanit e gjithju, edhe ku Brëndrini atje. Prandaj është personalitet që shumë e tonë, shoqatën tonë, e donë ne, e donë këtë rreth, e donë këtë shoqëri, edhe zotëri mirë që kjo. Për ne që në marrë këtë, mundën të klarë, më tjerte, gjatarese, pranë shoqatë dhe gjatara që më të shonë. Ku ki ka stara ka shkjo? Ardja ju, në mesin tonë, këtë darkë gjatarese e bën shumë madhështore. Ju falënderoj. Hajde mirë se. Biz basar mı gidiyor? Halim ne yazdı Erdoğan? E